Pra, Partia Demokratike e Shqiptare në gjatë 35 vite nuk doli dot nga ky lloj kontrolli, nga ky lloj rrjeti, në një farë mënyrë. U përpoq rrugës, pësoj disa transformime të vogla, po asnjëherë nuk lejoi që të kishte zgjedhje të lira brenda vetes vet, që të zgjidhësh njerëz në mënyrën e dur, që të kishte lloj meritokracie, që të lejonte garën e lirën ekonomi, pa lirë politike, lirë ekonomike, lirë fetare, me radhë. Pra, shkurt nesh në gjenezë. Ka dhe diçka tjetër. Në përgjithësi proceset e demokracisë kanë qenë vështira kudo, sepse komunizmi ka qenë një flamë, një mortje e vërtet. Pra edhe në vendet e tjera të Më falë që po pres, unë në librin tim e quaj komunizmi shqiptar krahasuar me komunizmin e Evropës Lindore është si ferri me parajsën. Po tjetër. Ne kemi qenë domethënë në ekstrem dhe nuk shkalla e persekucionit, shkalla e deportimit stalinist sigurisht shteti ka qenë qeliz familje. Ne dhe Rumania kemi qenë, por Rumania e kapi shumë vonë të lloj gjendje, mas 80-s. Dhe nuk u instaluam atë fortë. Absolutisht. Kurse ne kishim nga 45 ne kishim 45 vite. Stalinizmi i thellë. Edhe më shumë se Rusia, sepse ka të bëjë edhe me kulturën, një popullsi fshatare me 78%, pa kulturë, pa arsim, pa si do që tjetë Romania kishte një trashëgimi. Ne ishim 700-800.000 banorë në 1945. Ai erdhi i preu ato 5 intelektualë, ato familjet e rëndësishme, e kputi plotësisht, e izoloi, e bunkerizoi plotësisht, zhduku pron private, zhduku gjithçka se këtu, zhduku prosperita ka qenë absolute. Në Poloni, në Hungari, ku ka qenë 25%, 30%. Se ne kemi problem të sot me xhamia su mbyll, këtu mbyll gjithçka. Gjithçka. Dhe jo, se tash i ke të drejtë se u hap dhe i problem tjetër me pronën që është e pasgjidhur sot. Kur njerëz që kanë qenë në funksion të regjimit, me 326-ën, na u bën pasaj prokuror, tash i jepet nga shteti 56.000 metra katror tokë, kurse ne me prona cilemi gjyqjeve akoma mas 35 vjetës, dhe desha të them këtë që, siç thot Hammurabi, 3 kolona e majnë një shtet. Prona, besimi dhe ligji. Po tjetër, edhe është dije përjetshme. Desha të vike ajo, desha të vike ajo që thotë ju, prona, oq, besimi, oq, ligji ishte ligji i partisë.